Në qytetin e Gjirokastrës ka nisur edicioni 16 i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit për Fëmijë, Anifest A Gjiro. Gjatë këtij festivali do të shfaqen mbi 100 filma të përzgjedhur nga vende të ndryshme, ndërsa organizatorët thonë se ky edicion ofron surpriza dhe risi, duke e kthyer Gjirokastrën në një kinema të hapur për fëmijët dhe të rinjt. Ka më shumë provë filmësh, kemi më shumë kompetenca tek jurit. Jurit do ndahen në 2 pjesë, është juria e fëmijëve, të cilën do kenë me përgjegjësi për të zgjedhur filmin e tyre, pra fëmijët marrin nuk janë vetëm spektator, po bën protagonistët kryesor për zgjedhjen e vlerave të tyre. E ardhmja e një kombi fillon nga fëmijët. Pastaj kemi dhe jurinë e të rriturve që vinë, që janë të huaj profesional, që janë të huaj që vinë në shtator. Përveç argëtimit, festivali synon të përçojë mesazhe edukative, duke orientuar fëmijët dhe të rinjt të kalojnë më shumë kohë mes artit dhe kulturës larg teknologjisë.